Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet më të fundit. Në fakt kam patur shumë mesazhe, sinqerisht, nuk dua t'i nxjerr me screen sepse do të shokoheni se sa më shkruajnë për Brikenën dhe për Mateon. Kam pyetje të ndryshme, Tiranë e ka fshirë një video të Brikenës Mateo ku thot se Brikena do të thënë edhe Casey janë duke folur për Mateon. A është lidhja në rregull? Ka komentues që po shkruajnë për këtë marrëdhënie, çfarë po ndodh me çiftin? Do të thënë publiku, nuk them që Brikena dhe Mateo, por publiku është bërë vetë lëmsh në këtë marrëdhënie. Dhe ka pyetje të ndryshme që unë, me patjetër që merrem me këtë punë, ju detyrohem t'ju jap një përgjigje, do të thënë të bëj një analizë pasi që ma kërkoni pafund analizën rreth këtij çifti. Tani ju e pat shumë bukur. Motra e Mateos ishte pjesë e Top Arenës. Tani Casey nuk ishte kot aty, kishte një arsye që ishte. Fillimisht një herë për të shuar gjithë ato thashë theme në raport të Brikenës edhe Mateos, por edhe për të treguar rrugtimin e saj që është komentuar që edhe do të jetë pjesë e Big Brotherit, por le të mos flasim tani për këtë pjesën, le të fokusohemi tek marrëdhënia, pasi që këtu do me thënë e keni më së shumti synimin për të ditur se çfarë po ndodh me Brikenën dhe Mateon dhe se si po shkon marrëdhënia e tyre. Brikena dhe Mateo, nëse i ndiqni me detaje në Top Arena, tregojnë që janë shumë mirë dhe janë shumë të lumtur me njëri tjetrin. Tani mund të ndodhë që Mateo në një prej ditëve mund të jetë shumë i stresuar, mund të jetë i tensionuar, mund të ketë edhe strese të tjera të cilat ai ka në jetë, sepse nuk e ka vetëm Top Arena dhe shizon topin, me thënë ka jetë tjetri dhe nuk do të thotë që e ka marrëdhënien e keqe me Brikenën. Unë them, po të ishte Mateo dhe Brikena të ndarë, po të mos ishin Mateo dhe Brikena bashk, normalisht që nuk do të bëni një rrugtim bashk në Top Arena, sepse nuk ka ndodhur në historinë e medias shqiptare që një çift i ndarë të ngrihet dhe të ngjitet në një skenë dhe të bëjnë sikur se janë bashk, në asnjë mënyrë. Duke njohur natyrën e Brikenës, jam shumë i bindur që fillimisht një herë Brikena nuk e pranonte këtë lëvizje. Brikena do t'ishte krejtësisht kundër kësaj lëvizje, fillimisht. E më pas do me thënë edhe Mateos, unë mendoj që dinjiteti është mbi të gjitha. Por, nga intervista me Casey, unë e kuptova që raporti Brikenës edhe Mateos është harmonikisht shumë i lumtur, çifti janë bashk, nuk do të thotë që Mateo ka hequr tagun e një video, se mund të ketë ndodhur edhe nga ndonjë fan si ti, varet se ku është hequr ky tag, por mua nuk më japin bindjen Mateo dhe Brikena që janë një çift jo i vërtet, që janë një çift i ndarë dhe të gjithën këtë bëjnë për show. Unë e shoh si një marrëdhënie shumë të pastër, unë e shoh si një marrëdhënie shumë të sinqertë dhe e shoh si një marrëdhënie që vërtet kanë një dashuri të vërtet me njëri tjetrin. Unë kështu e shoh këtë marrëdhënie dhe nuk e shoh një diçka që në të vërtet do me thënë mund të krijonte polemika tek publiku.